Unë jam Ilda Zhulali dhe jam në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Unë kërkoj votën tuaj, mbështetjen tuaj për të qenë pjesë e Parlamentit Shqiptar, por ajo që është më e rëndësishmja që bashkë me ekipin e Partisë Demokratike ne të sjellim përmbysjen e madhe në Shqipëri dhe pas 11 majit Partia Demokratike me këtë ekip që është i aftë, me integritet, i përkushtuar të drejtojë Shqipërinë dhe të ndryshojë cilësisht dhe rrënjësisht jetën e secilit prej jush. Kërkoj votën tuaj duke thënë se unë jam një njeri që jam i thjesht, e konsideroj veten njëra prej jush, por jam një grua që i shkoj betejave deri në fund me vendosmëri dhe po bëj një premtim paraprak elektoral që është personal, që unë do të luftoj që çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të ketë një zyrë përfaqësimi të hapur për çdo qytetar shqiptar, aty ku do t'japi llogari, aty ku do të marrë dhe shqetësimet tuaja dhe në fund ditës çdo gjë të zgjidhet me një vot të lirë dhe të ndershme në Shqipërinë e 2025-ës, e 2029-ës, dhe çdo pasgjedhje që duhet meritoj Shqipëria si një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian me Partinë Demokratike dhe do të bëhet vendi i 28 antar i saj.